Xheneta Fetau ka hyrë në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 në kuadër të një misioni 24 orësh, gjatë të cilit ka ndarë informacione dhe ka zhvilluar biseda të drejtpërdrejta me banorët. Mes këtyre ndërveprimeve, një debat i veçantë është shënuar midis saj dhe Elionës, ku kjo e fundit e ka përmendur përsjelljen e saj në bikun e kaluar, që në Prime ka përdorur edhe situatat me brekët dhe që nuk e ka pëlqyer as pak si person. Nga ana tjetër, Xheneta është drejtuar hapur Elionës, duke i kërkuar që të mos paragjykojë të tjerët, ashtu sipas saj ishte vepruar më herët ndaj Xhenetës. Po ashtu i ka thënë se ka mashtruar me historinë e saj që ka ikur nga familja në Gjermani, por Eliona ja ndërpreu duke thënë që këtë gjë do ta tregojë më qartësisht në linjën e jetës. Xheneta ka theksuar gjithashtu se lëndrimi sipas mendimit të saj ka kursyer shpesh Elionën në situata që mund të kishin përfunduar në debate. Po dua me ta thënë një gjë si këshill, nuk të bën as pak më të keq që ty si Elion, pavarësisht mosësh apo përvojave që ke pasur. Ku një person do të doj për Elionën që jo, shpreh Xheneta. Ky moment të konsideruar si nga ndërhyrjet më të drejtpërdrejta dhe emocionale gjatë misionit të saj brenda shtëpisë së famshme.